Ditët e fundit në ekranin ton kemi parë një demaskim, një paçavore, një degradim dhe një përdosje që bëhet kulturës thjesht për të lidhur sipas tyre lidhje paralele dhe për ta bërë shembullin PiS. Fjalën e kam për burneshat që janë kulturë, që janë një zakon, që janë një tradit. Kultura, zakone dhe traditat nuk zhbëhen, nuk përdosen, nuk prishen, nuk masakrohen, nuk gjykohen dhe as nuk bastardohen, siç po bëhet kohët e fundit, ku burneshat, disa tipe, po I quajnë që kanë qenë transgjinore, një çmenduri e cila do të ketë një lloj kufiri, duhet të ketë një stop për të tilla deklarata që duan të hedhin balt, duan të rënojnë dhe duan të prishin një tradit, një zakon dhe një kanun. Të gjithë e dim funksionimin që kanë pasur burneshat. O I Zoti Shtëpis, thirret në veri të vendit, e për të qenë burrë dhe Zoti Shtëpis, morën këtë rol femrat dhe gratë më të forta të fisit, jo për të ndryshuar gjinin. Është një poshtërsi dhe është një fellësirë që bëhet për të dëmtuar apo për të ngritur dhe të shkaktuar debate. Debate nga kush bëhen? Bëhen nga personat që marrin fonde nga Bashkimi Evropian, që marrin nga organizata, që bëjnë parti, që I shpërndajnë dhe I bëjnë ato lekët rrushe kumblla, gjoja për të mbrojtur të drejtat barabarta të komunitetit, dhe nga ana tjetër një llosi në këtë lloj drejtxheje ato që kemi të shenjtë dhe që duhet ta ruajmë me fanatizëm, kulturën, traditën dhe kanunin, që kanë mbetur një trashëgimi e kulturës dhe kultura nuk mund të zhbëhet dhe as nuk mund të vishet me ngjyrat e ylberit. Kjo për të nxitur një lloj debati që her pas here hidhet me projekt ligje për të drejtat. Sigurisht të drejtat duhet të mbrohen, por jo të bëhet PiS tradita dhe kultura jon, jo të nxitet ky lloj debati për të krijuar një lloj përçarje apo për të shkaktuar debat, pasi në fund të ditës ata që flasin për të drejta, padyshim që nuk do të kenë përkrajen e popullit, e atyre që ata kërkojnë që të jenë të barabartë me këtë lloj rruge, e cila nuk të dërgon askund. Pra gjithë kjo maskaradë, gjithë ky banalitet që unë kam parë këto ditët e fundit në ekranet tona me provokime kaq denigruese dhe të ulta ku prekin traditat, për mua këtyre personazhëve duhet I vëjnë vizën, pasi nuk mund të fitosh dhe nuk mund të jesh zë për një komunitet në këtë lloj forme dhe në këtë lloj mënyre, duke degraduar dhe duke përgojuar kulturën tonë dhe atë fisnikërin historike që ka mbajtur burnesha. Është një tipar kulturor që nuk e kanë të gjitha vendet dhe sigurisht që nuk është në kohët moderne, ka qenë në kohët e lashta, aso kohë kur realisht çdo shtëpi kishte nevojë për një burr, e në mungesë të burrave u krijuan burneshat, pra për pozita sigurie, për pozita përfaqësimi dhe për pozita ekonomie, jo për preferencë të orientimeve. Ndaj, edhe gjithë ky provokim që unë kam parë ditët e fundit, veç se dëmton dhe ul imazhin atyre që dalin nëpërmjet me një lloj viktimizimi për të kërkuar të drejta, siç e ceka, me vjedhjen e fondeve që I bëjnë të marra nga Bashkimi Evropian, ku ta diun nga organizata të tjera, që realisht ka një lloj shpërdorimi, siç dihet dhe flitet në këtë rrethin ton, të këtyre fondeve që marrin organizatat në Shqipëri. Por nga ana tjetër, as nuk më pëlqen që të bëj moral personat që shkojnë në Dubai, që shesin trupin e tyre, që kthehen në eskorta të luksit, në eskorta të seksit, asgjë gjë nuk më pëlqen. Për temat të cilat janë delikate në një shoqëri si e jonja, që sigurisht reagojmë direkt në rrjetet sociale dhe nuk pranojmë kollaj, sigurisht që duhen persona me një lloj pastërtie imazhi, me një lloj pastërtie të qasjes, që sjellin edhe shembujt, që sjellin edhe raste, që kërkojnë, propozojnë pa diskutim të drejta, por jo të mbrohen edhe familja nga persona që janë të denigruar, pasi edhe kjo është një tjetër maskarat, është një tjetër fyrje, është një tjetër goditje që për mua nuk është e hijshme, ndaj edhe ekrani duhet të ketë kujdes në përzgjedhjen e personazheve dhe në trajtimin e tematikave, pasi të njëllosësh burneshën, ta quash trajtëzinore, është kulm
Edhe kjo gjë nuk shërben pasi është pjesë e një kulture që duhet t'ja trashëgojmë brezit të ri, e brezit të ri duhet ta marrë si ç'është kultura që ka qenë, si ç'është duhet ta marrë si ç'ka qenë tradita, si ç'ka qenë zakoni dhe jo të ndryshojë edhe t'i vishen nuanca të gabuara pasi humbet i gjithë thelbi dhe kultura dhe trashëgimia është ajo që ne e kemi, e trashëgojmë dhe e përcjellim që na bën të jemi ndryshe, që na bën të jemi të veçantë dhe ta njëllosësh, ta godasësh, ta ulësh dhe ta ofendosh. Rolin që ka pasur Burnesha për mua është një maskarad, një hipokrizi edhe për persona që nuk kanë këllqe, si i kanë prerë, e sigurisht duhet jetë një fund, duhet të ketë një limit dhe për mua media duhet të marrë një herë mirë masat për të mos i dhënë hapësirë, për të mos i qasur, pasi kështu dëmtojnë opinionin publik, e keq informojnë një brez që ndoshta nuk e di mirë rolin dhe funksionin që ka pasur Burnesha në malësitë e vendit dhe sigurisht për ta mbajtur të pastër këtë rol kaq shumë të fortë që jo çdo femër e ka marrë në malet e Shqipërisë, sigurisht që duhet mbrojtur me fanatizëm, pasi është një trashëgimi, është një akt i një pa diskutim, duhet mbrojtur me thonjë, pasi është një akt që nuk e kanë bërë të gjitha femrat në malësinë e Shqipërisë, është një akt që ka dashur një guxim tepër të thellë, është një akt që femrat kanë hequr dorë nga ëndrat e tyre për të marrë rolin e për të qenë aty në krye të vendit kur dikush të thirrte o i zoti shtëpisë, të dilte, të ulte në sofor, të mbante diskutime, të ulte gjakrat dhe të ulte gjakmarrjen, sigurisht që ka qenë një funksion i rëndësishëm, ka qenë një funksion që ulte gjakrat, që ulte gjakmarrjen, që pajtonte fiset, që ishte aty në krye të sofrës, pra ka pasur një peshë edhe një pozit të fortë nëse mund ta krahasojmë me atë që ka dhe një kryeministri një vendi, edhe pse shembulli nuk është i duhur, por forma dhe qasja është e një detyre edhe nuk është e një dëshire për të ndryshuar orientimin. Ndaj dhe një herë tjetër, kam ndjerë keqardhje pasi kam ndjekur të gjitha diskutimet që janë bërë për Burneshat dhe pa diskutim, të gjitha ta që kanë folur keq, duhet të heshtin, pasi nuk është as e traditës, as e ullëson të përqeshim, të keq informojmë, të godasim, të blasfemojmë, apo të hedhim gjyrat të panevojshme, një kulture, një realiteti, edhe një veprimi dinjitoz që kanë bërë ato gra, që janë bërë Burnesha, i kanë dalë zot shtëpis, i kanë dalë zot zonës, dhe kurse si kjo tradit, kjo kulturë, dhe kjo gjë kaq e pasur dhe kaq unike, kaq shumë dinjitoze, nuk mund të përdhoset nga disa që marrin fonde nga ku nuk dihet edhe përqeshin e ndoshta çka bëjmë me njëri tjetrin. Duke falenderuar, do doja të dija dhe komentin tuaj për këtë situatë, mos harroni të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.